E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar një treshe tjetër nga Big Brother VIP Albania, Ina, Casey, Stelina. Puthja e Caseyt edhe Inës në shtëpinë e Big Brotherit nuk është se u prit me duar trokitje nga banorët. Përkundrazi, ka ngjallur një lloj lufte të madhe edhe një lloj dinamike që po bën namin brenda asaj shtëpie. Ina tani po përballet me të gjithë shtëpinë dhe të gjithë e kanë mendimin dhe dyshojnë, ashtu siç në fakt edhe motra e Caseyt u shpreh në intervistë që kjo puthje ishte një puthje e papritur për të gjithë. Tani do të bëjmë një analizë të thjeshtë për këtë puthje. Puthjet me dashuri nuk vinë në këtë formë. Puthjet me dashuri kanë momentet e tyre, kanë paralojat e tyre, kanë afërsitë e tyre, kanë ndjesitë e tyre, ndërsa Casey bëri një lëvizje shumë të çuditshme. Casey u mundua që të merr ndjesinë e Stelinës, u mundua që të merr vëmendjen e Stelinës, u mundua që ta lutën Stelinën sepse në strategjinë e tij, me sa unë kam arritur të kuptoj, Casey e ka me patjetër që të krijonte një lidhje dashurie, sepse vetëm lidhjet e dashurisë janë ato të cilat të mbajnë afatgjate brenda shtëpisë së Big Brotherit, që do të thënë ti të jesh sa më afatgjat në këtë gjë, dhe mendoj që Casey e arriti misionin e tij, e arriti qëllimin e tij, e bëri për vete Inën, ndërsa Stelina nuk arriti dot sepse Stelina ndoshta edhe ja kishte kuptuar lojën Caseyt dhe nuk dëshironte që të bie pre në lojën e Caseyt. Casey ja dha puthjen Inës për ta mbajtur Inën brenda në shtëpi dhe me këtë puthje e dogjën Lornën. Tani, bileta të kthimit nuk ka. Me patjetër që Selin nuk largohet, me patjetër që Miri nuk largohet, sepse Miri synon ndër banorët më të fortë, me patjetër që Ina tashmë nuk largohet sepse Ina është një nga banorët që e dha puthjen, do të thënë banorja që largohet në këtë mes është Lorna. Unë mendoj që puthjet duhet të jenë puthje shpirtërore, duhet të jenë puthje të ndjera, duhet të jenë puthje emocionale, jo puthje për klikime. Unë këtë puthje realisht respekt për të gjithë lojtarët, por këtë puthje shoh puthje për klikime.